Skandali me rrjedhjen e informacioneve të luftës, Waltz merr përgjegjësinë e plotë. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare amerikane Michael Waltz mori përgjegjësinë e plotë për shtimin e gazetarëve të një bisede grupi në Signal, që përfshinte disa zyrtarë të lartë të Trumpit që diskutonin planet për një sulm të mundshëm ndaj Huthis në Yemen. Unë marr përgjegjësinë e plotë, unë ndërtova grupin, tha Waltz në emisionin The Ingraham Angle. Është e turpshme do zbuloj se çfarë ka ndodhur. Redaktori i revistës The Atlantic, Jeffrey Goldberg, zbuloi se ekipi i sigurisë kombëtare të presidentit Donald Trump e shtoi atë një bisedë top sekrete mbi sulmet ushtarake në Yemen të quajtur Houthi PC Small Group. Pjesë e grupit ishte edhe sekretari i shtetit Marco Rubio, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe drejtori i inteligjencës kombëtare Tulsi Gabbard. Waltz gjithashtu shprehu disa kritika ndaj The Atlantic, duke shprehur se ai nuk e njihte Goldberg, jashtë asaj që NSA e cilësoi reputacionin e tij të tmerrshëm. Unë mund t'ju them se nuk e njoh këtë njeri, e njoh atë për reputacionin e tij të tmerrshëm, dhe ai vërtet është më i keq i gazetarëve dhe e di atë në kuptimin se ai urren presidentin, por nuk i dërgon mesazhe. Nuk ishte në telefonin tim dhe ne do të kuptojmë se si ndodhi kjo, tha Waltz. Waltz gjithashtu adresoi komentet e presidentit për NBC të martën, që një antar i stafit të zyrës së Waltzit ishte përgjegjës për shtimin e gazetarëve në grupin e bisedës. Asnjë antar i stafit nuk është përgjegjës, tha ai. Dikush mori numrin e gabuar në kontaktin me dikujt tjetër. Tani nëse e bëri qëllimisht apo ndodhi në mënyrë tjetër teknike është diçka që po përpiqemi ta kuptojmë, tha ai.